Detaje të reja mësohen nga hetimet për vrasjen e Gjovalim Prendit pranë lokalit në automjetin e përdorur nga autorët që u gjet në fushë gjormë, më shumë se 12 orë pas ngjarjes, nuk janë zbuluar gjurmë pasi rezulton të jetë i djegur plotësisht. Gjovalim Prendi u ekzekutua para biznesit të tij në Llan të Lezhës, ndërsa një orë më vonë në Lundër u plagosën në një atentat mafios djali dhe nipi i pronarit të kompanisë Pelikani Security, të dy të mitur, një shok i tyre si dhe shoferi i familjes. Nga sa është mësuar pas konfliktit të rënd, policia ka kryer pyetjen e shumë personave, mes tyre edhe të afërm me viktimën, por që nuk është mësuar asnjë dhën në lidhje me konfliktet që kanë pasur Prendi, ndonse disa herë më parë ka qenë i shënjestruar, por gjithnjë policia dhe prokuroria e Lezhës nuk kanë hapur hetime, duke e konsideruar si kërcënime si mesazh për çështje në të cilat dyshohet se ishte i përfshirë i biri. Djali i tij, Sidorel Prendi, që njihet me emrin Roam Brahimi, u ekzekutua më 9 maj të vitit të kaluar në Athinë, teksa kishte mbërritur në Athinë për të kaluar Pashkët me familjen e tij që kishte në Greqi. Nga të dhënat e medias greke aso kohë u mësua se në makinën me Roanin gjendeshin dhe djali dhe gruaja, por atentatorët kanë qelluar drejt tij duke mos i dëmtuar pjesën tjetër të familjes. Grupi hetimor që është rikthyer në vendin e ngjarjes, mësohet se ka arritur të kuptojë lëvizjen që kanë bërë autorët për të mbërritur në lokalin e Prendit. Sipas të dhënave, ata kanë ardhur nga Miloti, rrugës së vjetër dhe kanë hyrë në pjesën që duket si garazh për lokalin. Nga aty kanë zbritur 2 persona, për të cilët nuk dihet nëse kanë qenë të maskuar dhe kanë qelluar mbi 64 vjeçarin, duke e lënë të vdekur në vend. Ata janë larguar pa kërcënuar askënd tjetër, ndërkohë që kanë marrë rrugën drejt Planës për të dalë në aksin që lidh Lezhën me Tiranën dhe për të zhdukur. Grupi hetimor është rikthyer sërish tek aktivitetet e pahetuara të birit të viktimës, për të parë hollësit dhe për të shkuar drejt një piste konkrete. Roam Brahimi ose Sidorel Prendi, i cili u vra një vit më parë, ishte i dyshuar për një sër aktesh. Madje policia e shtetit e listoi në mes të 5 emrave që duhej të dëshmonte për masakrën e fushkrujës me 4 të vrarë, atentat ku humbi jetën Brillant Martinaj.